Volumi I shitjeve në tregtinë me pakicë ka shënuar rritje të qëndrueshme në 3 mujorin e tretë të vitit. Sipas Instat, indeksi I volumit të shitjeve është rritur me 6.0% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. I përshtatur sezonalisht, ky tregues u rrit me 1.4% në krahasim me 3 mujorin paraardhës. Në tregtinë me pakicë, pa përfshirë hidrokarburet, volumi I shitjeve u rrit me 5.2% në bazë vjetore. Ndërkohë, tregtia me pakicë e hidrokarbureve në njësi tregtare të specializuara regjistroi një rritje më të lartë prej 8.6% krahasuar me 3 mujorin e tretë të vitit 2024. Në terma 3 mujor, të dhënat e përshtatura sezonalisht tregojnë se volumi I shitjes u rrit me 1.3% në tregtinë me pakicë pa hidrokarbure dhe me 3.4% në tregtinë me pakicë të hidrokarbureve kundrejt 3 mujorit paraardhës. Në rritjen vjetore prej 6.0% të volumit të shitjes në tregtinë me pakicë, grupi I artikujve jo ushqimor kontriboi me 1.8 përqindje, po aq sa edhe grupi I ushqimeve, pijeve dhe duhanit, ndërsa tregtia me pakicë e hidrokarbureve dha kontributin më të lartë me 2.4 përqindje. Sipas Instat, këta tregues konfirmojnë vijimin e rritjes së konsumit dhe dinamizmin e aktivitetit tregtar në vend gjatë 3 mujorit të tretë të vitit 2025.